Domate 100 denar, speca prej 120 deri 150 denar, dredhza, reqice 150 denar, qershit nuk ishin çmime mbase për shkak të çmimit të lartë, patatet 50 denar, tranguj 80 denar kilogrami. Nuk mungonin as frutat sezonale, sikurse kajsit e pjeshkët, por edhe perimet e shumta që me bollëk janë në treg. Kështu ishte sot atmosfera në tregun e Tetovës. Por statistika flet se shporta mujore konsumatore për muajin maj ka shkuar deri në 69.000 denar. Krahasuar me muajin e kaluar, ka një zbritje prej 54 denarve. Kur një shport mujore do të ulet për 54 denar, statistika do të thotë se ka rënje. Po buxheti familjar nuk jeton me statistika, jeton me llogari, markete, tregje, karburante, veshmbathje për fëmijë, rrymën e qiras, ilaçet, harxhime shkollore dhe pyetje të përditshme, çfarë mund të anulohet për rrogën tjetër. Por thelbi nuk është tek 54 denarët. Thelbi është në faktin se për një familje mesatare me 4 antar, harxhimet mujore mbërrin në gati 69.000 denar apo gati 1.150 euro. Kjo shifër nuk flet vetëm për çmime, flet për standard, rroga, pabarazi dhe për atë se jeta reale është larguar nga optimizmi zyrtar. Pavarësisht stabilizimit të çmimeve në treg, qytetarët për televizionin Koha thonë se kanë të vështirë të përballojnë muajin. Nuk jam bash si duhet vjetë kanë gjimës i si vjetë. Po në marketes janë çmimet? E në marketet kanë ma li vjetë. A sa harxhoni brenda një muaji? Sa para? Po brenda një muaj, me mbrajt, unë jam vetiteti, pi që këto më shumë, i të redhakin për këto e ko. E në penzia mu në mbrajnë në mderë, me dojë ma se kom dalë. Çmimet në treg janë akoma të larta për standardin e këtushëm, për nevojat e qytetarëve të cilët kanë ngelur me të ardhura minimale, probleme ekonomike sa të dush. Tash mos e bëjmë shumë të madhe ta zgjerojmë gjërat, por mesatarja, do të thënë 30.000 dinara është minimum për 2 persona. Normal ushqime, ato gjërat të domosdoshme, nuk diskutohet veshmbathja. Veshmbathja nëse vjen duhet akoma edhe më shumë kesh të ardhura, pa mund marrësh diçka, po falenderojmë që kemi diçka ndihma nga familjarët se ku ta dimë. Helm, ha gjithë të tëmë. Por ja që dikush ka që thotë se çmimet në treg janë të kapshme. Sipas tij, marketet kanë çmimet më të larta. Çmimet në treg momentalisht janë mirë, nuk janë si janë kanë para disa ditëve, tash janë pak më stabil. Sa harxojmë, se demi dhe na sa harxojmë, se nuk i dihet ditës sa do punojsh, sa do shesësh. Që atë varet këtë si do harxosh. Dhe një ditë mund të harxosh më shumë, dhe një ditë mund të harxosh më pak. Çashtu. Po marketet janë më shrejta janë. Marketet janë tepër më shrejta për neve. Edhe plus kemi dëmpi aty me ne, se çmimet i kanë nuk e kanë rregull. Janë më shrejta. Ne shkojmë në zero fitim. Ato shkojnë fitim se di. Fuqia blerëse qytetarëve po bie dita ditës, është evidente se po ulet edhe shitja në përtregje. Tregtarët shpresojnë se me afrimin e festës së Kurban Bajramit do të rritet fluksi i qytetarëve dhe blerjeve, kurse qytetarët kanë shpresë se do të ulen edhe çmimet e produkteve që ofrohen. Sido që të jetë, tregu i Tetovës me laramanin e produkteve dhe shërbimeve vazhdon të mbetet magnet për qytetarët.